Për verën që po vjen, këtë koktel do ta përdorni drik, darkë, weekend, gjatë javës, sepse me të vërtet e ka një shije jashtëzakonisht të mirë. Kemi prit disa meq me një darkë tepër të lehtë edhe kemi shoqëruar me këtë koktel. E kjo ka qenë darka e mbrëmjes, tavë me mish, pungulleshka dhe tomate. Këtu është edhe video hapas hapi se si e kemi përgatit. Si të pjeket, si përfundim shtojmë pak mozzarella edhe kopër për shije. Sa i përket shijes nuk kam koment, është 10/10 edhe pamja është tepër e veçantë. E padyshim që kjo darkë e lehtë shkon edhe me këtë koktelin, të cilin e keni hapas hapi se si e përgatiton. Si fillim gjethet të freskëta mentë. Pastaj shtojmë frutat të ngrira, boranica, trellza, këto gjenden në çdo supermarket. Pastaj kemi shtu akull për ata që dojmë pak më të freskët. Kombinimi i shvepsit të Wildberry edhe këtij Red Bullit Pink padyshim që ka një shije extra fresh. Kështu që ky kombinim është edhe ajo baza e këtij kokteli. E që tashmë na kemi bu si tradicion, këndo që kemi mysafir, këtë koktel e përgatisim për 5 minuta, nëse veç e përgatisni, ju bëft mirë.